Ju përmendët pastrimin e gjuhës. Si pastrohet gjuha? Me çfarë duhet pastruar? Gjuha ka shumë lloj formash pastrimi. Po para se të them punën e pastrimit, duhet të kuptojmë që në pjesën e gojës sonë, pra në gojën tonë, ne kemi afërsisht rreth 700 baktere të ndryshme. Pra 700 baktere funksionojnë në gojën tonë. Dhe në momentin e parë të gjitha këto do jenë, në anë tjetër kemi dhe kërpurat. Në njëra duhet të dim që në një studim që është bërë në 2005 te gazeta e klinike e periodontologjisë u pa që pastrimi i gjuhës heq herën e keqe të gojës rreth 75%, ndërsa larja e dhëmbëve e heq 25%. Pra, duhet ta kuptojmë nëse ne pastrojmë mirë. Tani, në momentin që ne pastrojmë, ne do ulim edhe ngarkesën bakteriale, sepse kjo është e rëndësishme, do përmirësojmë edhe shijen, sepse lehtësojmë gjuhën, se gjuha ka kërpurdha për të shijuar, po do stimulojmë dhe nivelin e sekretimit të enzimave që në momentin e gjuhës, pra në aspektin e pështymës, dhe nga ana tjetër do heqim mundësinë që të bëjmë një kolonizim të sidomos të streptokokut, se mund të krijojë një problem. Po nga ana tjetër është parë që ka lidhje shumë edhe me sistemi kardiovaskular. Vetë të shoqata amerikane e zemrës ka bërë një studim, ka parë që një gjuhë e pastër ka një frymëmarrje më të mirë, ka një tretje më të mirë, një energji më të lehtë dhe ka lidhje direkte me problemet e sistemit kardiovaskular. Si mund ta infeksionet e dhëmbëve? Siç ka ndodhur patjetër. Si dhe me infeksionet e dhëmbëve. Si mund ta pastrojmë? Atëherë, duke ditur që gjuha është reflektimi që thamë i mëqysit, zorusi, tëmtit e tjerë, ne duhet dim pastrimin e tyre. E para njëherë duhet të gjejmë shkakun për ta hequr, sepse nuk është problemi vetëm ta pastrojmë. Nëse ne rregullojmë mikrobiomën, problemet me mëlçim, problemet në tëmth, problemet me pankreasin, problemet me stomakun dhe aciditetin, problemin enzimatik, atëherë kjo ka për të rregulluar vetë. Po megjithatë, kush ndihmon në këtë rast? Hudhra e freskët. Hudhra, sepse është antifugale naturale dhe unë nivelin edhe të kanditës, po dhe të baktereve, pra godit në mënyrë indirekte gjithë të. Një thelpi i hudhës godit shumë e mirë, edhe mund të gotitet pa e përtypur. Ana tjetër është gjingjeri, sepse gjingjeri rrit aciditetin e stomakut. Ushqimi ka për të tretur më mirë, sa më mirë tretet ushqimi me një aciditet të plotësuar dhe të balancuar, aq më shumë ka për të rënë problemi i shtresës së pjesës së bardhë të gjuhës. Nga ana tjetër, vaji i arës së kokosit, sepse ka nivelit të acidit laurik dhe kaprinik, të cilët e shkrin nivelin e asaj helmetës së kanditës, plakës ose helmetës ose biofilmit, po themi, sidomos pas vakteve të ushqimit. Nuk është e rëndësishme vetëm njëra. Në mëngjes mund përdoret në fillim, esëll, për edhe një gargar, por pastaj mund përdoret pas vakteve. Kosi bërvet ose kefiri, sepse rregullon problemet bakteriale. Ushqimet e tjera që duhet të rregullojmë është problemi i çajit të lule radhiqës, se duhet pastrojmë mëlçi dhe fuqizojmë bilën, artiçoka, pjesa konsumimit të boronicave apo frutave të pyellit, konsumimi i mollës, sepse rritet jo vetëm nivelin e acidit të stomakut, po dhe ndihmon dhe ndarjen e yndyrave dhe bën që atë stresën e verdhë, sidomos ku kemi një stres të verdhë të fortë, e ka shumë herë më mirë. Një lugë në 200-300 ml ujë para vakteve 2-3 herë në ditë është shumë e mirë. Uji i vakët me limon. Ana tjetër është përdorimi i lëngut të selinos të kastravecit. Fillimisht si gargar në momentin e parë kur e shtrydhim dhe e pështym dhe pastaj mundet ta konsumojmë. Çaj mandanozit ose mandanozi i mbajtur në gojë, porziloku i mbajtur në gojë, panxhari duke i mbajtur për disa minuta, që janë shumë të mira. Nga ana tjetër mund të përdorim edhe ushqime të tjera, por për pastrimin direkt, pra për ta ulur nivelin e pastrimit direkt, janë ca striqa të cilat e pastrojnë gjuhën duke hequr pjesën e shtresës. Por nuk është zgjidhja kjo. Zgjidhja është të rregullojmë ato që unë thash para, aciditetin e stomakut, bilat, kanditën, të rregullojmë problemet në zor, edhe elemente të tjerë për ta sistemuar. Të përdorim pak vajin ose çajin e rigonit e tjerë. Soda është efektive? Soda me atë pastruese? Edhe soda me vajin e kokosit është shumë e mirë. Po, e përzierë sodës me vaj kokosin ose edhe me mjaltin mund të përzihet, po kryesisht me vajin e kokosit për ta pastruar gjuhën edhe me anë të furçës.